emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndeshni të nderuar shikues. Procesi zgjedhor po shkon duke u konsolidu në rrafshin e numërimit votave tashme për kandidatët për deputet. Ka natyrisht momente të pritura dhe të papritura në këtë proces, po prin në secilën parti, nëse mund ta them, kandidatët që janë me të ri në politikë ose ata që nuk kanë gravituar gjatë në politikë. Në vetëvendosje dihet që zoti Kurti, pastaj konjunsa të tjerë prin me numrin më të madh të votave. Në PDK Hamza është Gruda, përparim Gruda, Arjan Tahiri e kështu me radhë. Në LDK vijon një proces po ashtu interesant i numërimit votave, secili duket që është në ankth për të arritur pragun që të bëhet deputet, duke përjashtuar natyrisht kryetarin e disa figura të tjera. Zgjedhje me gjas të reja nuk do të kemi më. Çështja e presidentit duket e të kaluar tashmë. Afrim Kasolli në të studio. Faleminderit Kasolli. Plasirit. Duket që numërimi i votave tash është një proces që po shkakton gjys ankthit e kandidat për deputet, e figura që kanë një trashëgimi politike ose që kanë mbajtur pozicione të rëndësishme. Po nëse shohim tash veç se sillen prej subjekteve politike, në lëvizjen vetëvendosje thuaj se nuk ishte ndonjë befasi të madhe sa i përket deri më tani, që po hym në 30% e votave të numëruara për kandidat sipas dhënave të KQS-s. Kuptohet Kurti, figura tradicionale si Konjunca e Haxhiu e tjerë, do thotë prin kanë do thotë supremaci numerike në raport me deputetët e tjerë, i prin dhëçës më të votuarave. Befasi ishte në një farë mënyrë, nëse mund quhet, në Partinë Demokratike të Kosovës renditja aktuale siç është deri më tani. Dy prej figurave përjashto zotin Hamza, që është kryetar dhe kandidat për kryeministër, dy prej figurave më të votuara aktualisht janë Arjan Tahiri, ish kandidati i komunës Mitrovicës, edhe i cili nuk ishte në dhëçën e parë. Dhe duke u pasuar nga përparim Gruda, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, që po ashtu nuk ishte në dhëçën e parë. Mbase kjo reflekton një apetit të elektoratit të PDK-s të etur për ndryshime, dhe kjo duket që të ketë qenë arsyeja pse t'i kenë votuar këto dy figura të reja politike në kuadër të këtij subjekti politik. Sa do të jenë në gjendje tash të njëjtit që ta realizojnë këtë barë që u ka ngarkuar elektorati, mbetet të shihet. Mirë, po mesazhi në Partinë Demokratike të Kosovës është i qartë, është i kuptueshëm, nuk don shumë hamendje që ky subjekt politik që elektorati i këtij subjekti politik është në kërkim të figurave të reja, siç duket janë lodhur nga figurat tradicionale të këtij subjekti politik, individ me shumë peshë të jashtëzakonshme, janë prapa këtyre figurave. Është befasuese, po e zohëm që numri 2 me sa di unë i këtij subjekti politik, kandidati për komunë të Prishtinës, Orani Ismaili, rangohet i 4-ti në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili gjatë gjithë kohës i kishte trumbetuar si sukses të tij elektoral, do thotë shtimin e bazës elektorale të Partisë Demokratike të Kosovës në qytetin e Prishtinës. Dhe në lidhjen demokratike të Kosovës, përjashto Abdi Gjikun, do të zhvillohet një garë ashpër ndërmjet ish kryeministrit Hoti, Hikmete Bajramit, Daorsa Kicës. Është Betri Hamza të mbesmit të PDK-ja që prin deri së paku deri aktualisht që s'besoj që pastaj Arjan Tahiri, përparim Gruda, Orani Ismaili, i 4-ti, Sala Jashari, Vlora Qitaku, Arben Mustafa. Është befasuese, po ashtu Sala Jashari, një emër i ri i Partisë Demokratike, i tejkalon shumë prej emrave edhe sa i përket vajzave, shumë prej emrave të këtij subjekti politik, duke përfshirë Ganimete Musliun, Blerta Deliun, Eliza Hoxhën, që ka bërë një karrierë tashmë që është mandati i tretë me sa di unë, dhe siç e përmendet edhe Vlora Qitakun. Pra Arben Mustafa pastaj është Enver Hoxhaj, Arben Mustafa Raman Rama dhe Eman Ramani është para Ganimete Musliut. Pra do thotë mesazhi është i qartë, do thotë Partia Demokratike e Kosovës këtë renditje duhet ta lexojë qartë, duhet ta kuptojë që baza e saj elektorale kërkon figura të reja përfaqësuese politike në Kuvendin e Kosovës.
kuptohet, gara është e hapur, fusha është, do thotë, sa do të jenë në gjendje të njëjtit tash ta materializojnë këtë apetit të elektoratit Partisë Demokratike, mbetet bara dhe përgjegjësia e tyre. Ramani është para ta zëm Mërgim Lushtaku, Elmere Qicës, Ferhat Shalës, Najt Hasanës. Është e qartë, mesazhi është i qartë, por Armand Ramanin duhet të pas parasysh se i ka pas me siguri kontingjentin e votave për shkak se ai ka subjektin e vet parlamentar, subjektin e vet politik, sado minor që është, duke që e ka kontrolluar bazën e tij elektorale, e ka menaxhuar, është sikur rasti i nismës socialdemokrate, partia e cila vet nuk mund ta kaloj pragën zgjedhor, mirë, por nëse bën koalicion para zgjedhor me ndonjë subjekt tjetër parlamentar, atëherë i kontrollon votat, ato vota që i ka 15.000-20.000 vota në favor të kandidatëve të saj për kuvendin e Kosovës. E kështu mi afrim për t'i bën një analizë, një shikim edhe kandidatëve që vinë nga zona Drenicës, nga Skënderaj dhe Drenasi, ku këto dy komuna PDK pati një fitore, nëse mund ta them, plebiscitare, të madhe, të thellë. 70%, vetëm këto dy komuna lëvizjave të vendosin nuk arriti të depërtoj me fitore. Janë deputetët azëm i përmena Mërgim Lushtaku nga zona Drenicës, Ferhat Shala, po ashtu që vje, që nuk kanë ende votat janë duke u numëruar. Duke u numëruar, duhet presim. Por deri tani Bekim Haxhiu është Isak Nëziri Jakub Nura, që është një bashkëluptar i figurat Adem Jasharit, figure Altin Krasniqi, djali Jakub Krasniqit, Kujtim Gashi nga Prizreni, renditet po ashtu, Fadil Demaku, Gjavit Haliti, pastaj vjet Xhevair Geci, e shumë do figura politike që vazhdojnë basa të qëndrojnë. Kanë peshën e tyre politike, po janë në ndroje, kanë peshën e tyre politike, mirë po prapë tham, ky rezultat, nëse mbetet i tillë, sepse jemi ende herët, jemi në 30% të votave të numëruara, gjithçka mund të ndrojë, mirë, po ky rezultat aktualisht i cili po bëhet publik nëpërmjet faqes zyrtare të KQZ-s, në Partinë Demokratike të Kosovës e transmeton mesazhin e qartë. Tash, do thotë, sa do të jetë në gjendje ky subjekt politik ta lexoj këtë kërkesë të elektoratit të saj, mbetet të shihet, mirë, po fakti që kemi dy figura të reja, pa ndonjë përvojë të gjatë parlamentare, madje Arjan Tahiri thuaj se nuk ka asnjë ditë përvojë të jetës parlamentare, rangohen e favorizohen kaq shumë nga mbështetësit e Partisë Demokratike të Kosovës. E inxhinieruar mbështetja apo? Ndëgjoj, nuk do të thoja që është e inxhinieruar, më tepër e shoh si apetit të këtij subjekti, të bazës elektorale të këtij subjekti politik që ta ndrojë performancën, sepse mos harron, kam thënë, edhe baza elektorale e PDK-s ka qenë e pakënaqur me mënyrën se si struktura drejtuese të saj e kanë menaxhuar opozitarizmin gjatë mandatit. Madje nuk është rastishme, duket që nuk do ta tejkaloj as pragun, nuk do ta mbetet të shihet, mirë, po njëra prej që rrezikohet është edhe Abel Tahiri, shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik, sipas dhënave aktuale të KQZ-s, rrezikon që të mbetet jashtë kuvendit të Kosovës, do të bëhet fjalë jo për një deputet të thjesht, por për shef grupin, do të për shefin e grupit parlamentar që ka qenë 4 vite që ka qenë figura kryesore reprezentative e këtij subjekti politik dhe që të paktën s'po flasim në aspektin politik sepse sepse veprimi politik është kolektiv, ai nuk mund të bëhet në mënyrë individuale mirë po në aspektin e betejave kushtetuese realisht Abelardi ka qenë figura kryesore që i ka adresuar ato lënë me mbështetjen e ekspertizës juridike të këshilltarit ligjor të këtij subjekti politik. Po e presim rezultatin. Po të shkojmë te LDK për shembull, është kjo renditje natyrisht kandidati për kryeministër Lumir Abdixhikop, renditet Hykmete Bajrami, është pastaj Uk Rugova, djali i president djer Ibrahim Rugova, Abdullah Hoti është, Doarsa Kica Xhelili, Kujtim Shala, Anton Çuni, Armend Zemaj, Lutfi Haziri, Janina Ymeri, Jehona Lushaku Sadriu, Ermal Besjan Mustafa, shumë figura tjera që kanë... Po ka një përzirje, mirë po... Arben Gashi, për shembull, që është shef i grupit parlamentar, është shumë poshtë. Mjaft poshtë. Janina Ymeri u bë e njohur me betejat e saj publike për çështjen e
E kremysheni po Dujevës, për shumë një bazë tradicionale e LDK-s. Ish bazë tradicionale sepse tashmë pa balotazh lëvizjeve them. vendosje po i fiton, po them, mos harrojmë faktin Është që shumë është mjaft poshtë. mos harrojmë faktin që në rastin e Podujevës ka pasur fërkime të mëdha, do thotë në degën, përgjithësi në degën e Llapit për shkak të tensioneve me Agim Veliun dhe këto janë reflektuar siç duket edhe në këtë proces zgjedhor sepse figura kryesore e LDK-s për një kohë të gjatë ka qenë Agim Veliu, mirë po që mbeti jashtë listës së deputetëve të kandidatëve për deputet i subjekti politik dhe u bën të ditura frustrimet frustrimet politike në këtë subjekt për shkak të përjashtimit të tij. Dhe ajo duket që është hakmar. Janina Imeren e shoh kryesisht si produkt betejave të saj publike që ka zhvilluar për çështjen e Kecit, ajo bëi njohur me dhënat që ofronte në opinionin publik për mafinë energjetike rajonale. Për Ukër Ugovën do thotë tash nuk kemi çka thojmë, ajo është trashëgimia biologjike e ish presidentit Rugova, mirë po ajo që është interesante, ajo që është shumë interesante të thuhet është që Ukër Ugova ka përfituar personalisht do thotë vota në kuadër të këtij kontingjenti të votave të Lidhjes Demokratike, mirë po nuk ka arritur që me emrin e tij ta shtoj peshën elektorale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra do të kjo është paradoksi, Ukër Ugova e shfrytëzon këtë votë që e ka Lidhja Demokratike e Kosovës, por pikërisht në kohën kur Ukër Ugova bëhet pjesë e listës zgjedhore të LDK-s, LDK-ja pëson një fiasko të madhe elektoral. Me këtë nuk them që UKA është fajtori pse LDK-ja, kjo ka të bëjë me mënyrën se si është menaxhuar Lidhja Demokratike e Kosovës, por kjo flet për diçka tjetër që më elektorati i këtij subjekti politik nuk mund të joshet aq lehtë me idenë se vetëm trashëgimia biologjike ish presidentit Rugova mjafton për ta rikthyr lavdinë e dikurshme të këtij subjekti politik. Pra do kjo është, dhe unë shoh këtë emancipim politik. Do fakti që elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk bie prej më e këtyre skemave, nuk është diçka që duhet të kritikohet, por është një mesazh i qartë që më nuk mund të përfitoni në emrin e trashëgimisë së baballarëve, në emrin e trashëgimisë biologjike nëse nuk demonstroni vlera politike. Ta shohim edhe partinë e Zotit Haradinaj, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës së paku deri tash, natyrisht prin Ramosh Haradinaj, vllajti i Dauti, Besnik Tahiri i treti, Bek Berisha i katërti, Time Kadriaj, 5, Burim Ramadani, Agim Çeku, Arber Tola, një mjek nga Deçani atje apo, Arton Demhasaj, pastaj janë Alban Abit Gjilahi Ibrahima, e tjerë janë figu pa leka i këtë në fond ka arritur duket që edhe elektorati akës është në kërkim të ndryshimeve, të një nevoje të re të përfaqësimit. Në fakt ruhet një lloj ose dihet të vëllezërit Haradinaj që janë figurat vendimtare të aleancës, do të edhe pak ta thjesht është vështirë të paramendohet aleanca, madje kjo do të jetë sfida kryesore këtij subjekti politik, nga se koha e gjatë në veprimtarisë politike duket që i ka lodhur edhe Ramosh Haradinaj e Daut Haradinaj, mirë po në të njëjtën kohë është e domosdoshme që edhe aleanca të mendoj për një leadership të ri politik, mirë po sa do të jetë në gjendje më pastaj ai leadership ta plotësoj vakumin eventual të këtyre figurave qendrore të aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse kësa herë aleanca ja doli me vështirësi ta kaloj pragën, mirë po me këtë trend, do thotë, me këto ndryshime që po ndodhin në bazën elektorale, me këto ndryshime të gjeneratave që po ndodhin në shoqërinë tonë, nuk kanë garancione që kurdo që mbohen zgjedhjet pas 4 viteve do të mund ta tejkalojnë pragën, sepse mos harrojmë ka kaluar kohë gjatë, do thotë janë bërë tashmë thuajse kanë kaluar mbi 2 dekada që nga lufta tjetër është brezi ynë që i njohim lavdinë heroike të vëllezërve Haradinaj e të familjes në përgjithësi, brezat e ri do thotë në jetën politike kanë tjera preokupime, kanë tjera shqetësime dhe është vështirë që të njëjtit të rekrutohen e të mobilizohen vetëm mbi atë trashëgimi. Zoti Haradinaj mendoj ka kryer një mision të madh historik për
shtetin e Kosovës, jo vetëm gjatë periudhës së luftës, por edhe me shkallësinë e tij diplomatike për të siguruar Kosovës ushtrinë, transformimin e FSK-s në ushtri, dhe se kjo do të mbetet pjesa më e ndritshme e tij në karrierën e tij politike, sepse tashmë këto kanë qenë sekrete, por u bën publike në fund edhe nga vetë oponentët e tij, zoti Mustafa, e gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk na kanë besuar as mua, as zoti Thaçi për ta realizuar këtë mision të jashtëzakonshëm shtetëror, por vetëm zotit Haradinaj ja kanë besu këtë detyrë historike. Dhe tashmë pasi e ka përfunduar me sukses rrumbullaksimin e arkitekturës së sigurisë së Kosovës, këtë drejtim edhe zoti Haradinaj duhet mbase të mendojë për një pensionim politik që ka figura të rëndësishme në aleancën për armërinë e Kosovës, do thotë që janë të përgatitura politikisht si zoti Gjini, Tahiri e tjerë, do thotë dhe mund të gjendet ndonjë leadership. E tha Haradinaj, Kosova këtë vit i mbaroi zgjedhjet dhe nuk do të ketë zgjedhje më Kosova, po do të ketë AK zgjedhje. Zgjedhje, po. Duke që transmetoj mesazhin që është i gatshëm ta dorëzoj stafetën e drejtimit politik. Dhe për të rikthyer edhe një herë te vetvendosja te paradoksi. Me lezoj lutem. Për koreksi profesionale. Albin Kurti prim, pastaj Glauko Njofsa, e Kuran Murati, Albulen Haxhiu, Donika Gërvalla, Shfarc Gjelal Sveçla, Hajrullah Qeko po. Avni Dehari, nuk ja kena ngatru në mbi emrin. Jo, është zyrtar. Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila, Ejup Maqedonci, Shqipe Mehmeti Selimi. Po, e pritshme. Andin Hoti, Arben Vitia, Rufki Suma, po ishte. Saranda Bugujesi poshtë në gjithë këta aktualisht me vota, Alban Bajrami, një deputet nga Vitia atje, Nezir Kraki, Ardian Gola, e me Fail Bajqinosi, pastaj Adriana Matoshi, Jeta Stacovci, Armen Muja poshtë, me gjithë se ka qenë aktiv në komisione, gjithë gjë, duket që është poshtë. Blerim Gashi, deputeti kandidati listës i ri atë që është nga lista Koza, ka arrit mjaft 6500 mbi 6600 vota deri tash. Dëgjoj, Rid, përjashto Kurtin dhe Konjuncën që është e pritshme që të njëjtit të takzojnë mbështetjen masive të elektoratit të lëvizjes vendosje, befasuese është për mua i treti në listë Hekuran Murati. Madje paraprim edhe Gjelal Sveçlës, i cila ka qenë figura kryesore me cilën kjo lëvizje është krenuar sa i përket aksioneve në pjesën veriore. Do të Ministria e Punëve të Brendshme, do të Policia e Kosovës kanë qenë segmentet kryesore vepruese në atë pjesë në luftë kundër bandave. Ka përfasu kryekauzën e kryekauzën. Mirë, po duket që këto lëvizja vendosje nuk e ka vlerësuar këtë, sepse këto merite janë vetëm Albin Kurti dhe jo dikujt tjetër. Dhe a di çka e verifikon këtë sen? Figura kryesore po ashtu e lëvizjes vendosje, murgu politik i këtij subjekti, do thotë që kishte marrë karakterin e murgut, kryetari Lulzim Hetemi, do thotë gëzon shumë pak respekt elektoral në kuadër të këtij subjekti politik. Pra ajo që kam thënë, nëse të kujtohet bashkërisht në këtë emision, që është ndruar në fortifikat politike, në qendresë politike të vetvendosjes. Ishte do thotë pamja e tij murgut, do thotë brenda kështjellës së asaj komune, se si i rezistonte krejt presioneve për ta mbrojtur pushtetin, duket që nuk është vlerësuar nga elektorati i këtij subjekti politik, sepse në gjykimin e tyre meritat për sukseset e qeverisjes së kaluar në drejtim i takojnë vetëm Albin Kurti dhe jo dikujt tjetër. Dhe çka u befasuese? Hekuran Murati ka qenë figura kryesore polemizuese për tema ekonomike, si me eksponentët ekonomike. Edhe ekonomike. Më kryesisht edhe ekonomike, do thotë për të diskredituar sipas tij. Sa ka arritur rezultati, kjo është temë tjetër, është temë e debatit, mirë, po sipas këndvështrimit të tij për të diskredituar tezat e lidhjes demokratike të Kosovës, sepse betejën ekonomike realisht më shumë e ka bërë lidhja demokratike nëpërmjet Hekuran Muratit dhe Abdullah nëpërmjet Hikmete Bajrami dhe Abdullah Hotit. PDK-ja më pak ka qenë theksuar, kohën e fundit vetëm Arben Mustafa është përfshirë në këtë debat, dhe sipas këndvështrimit të Hekuran Muratit, Kosova ka njohur progres të jashtëzakonshëm ekonomik gjatë kësaj qeverisje. Dhe elektorati i lëvizjes vetvendosje e ka vlerësuar dhe gjykimin, e ka vlerësuar betejën ekonomike të Hekuran Muratit në
në raport me oponentët politik të këtij subjekti. Dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër, duke që ky ka arritur të përvetsojë edhe diçka tjetër. Duke qenë ministër i resorit që ka bërë shpesh herë shpërndarje të mjeteve buxhetore nëpërmjet subvencioneve për qytetarët e Kosovës, duke që dhe kjo ka ndikuar që ta shfrytëzoj për kapital politik për kapital politik këtë çështje televizive zëvendosje. Mos harrojmë një ditë para 2 ditë para ditës së votimit u kumtu lajmi se do të ndahen nga 100 euro e tjera dhe duket që Kurran Murati ka shfrytzuar. Nuk tham që ky ka ndikuar, mirë, po duket që elektorati i lëvizjes vetëvendosje i ka vlerësuar këto akte të Ministrisë së Financave dhe që janë shpërblyer politikisht e Kurran Murati. Pra, është debat basha interesant i kryetari i kuvendit. Tek poshtë renditet me 5500 vota. Absolutisht, kjo është dështim për një kryetar kuvendit. Ki pastaj deputet si Alban Rustemi, Bylbyl Sokoli, një profesor i njohur i fushës së sportit, po Sali Zyba, figurë tradicionale e lëvizjes. Më pak se 5000 vota aktualisht. Figura qendrore. Liza Gashi është poshtë, po ashtu, megjithëse ka qenë mjaft aktive kohën e fundit, ka qenë jo në përgjithësi. Rozeta Hajdari është poshtë, për shembull, 4300 tutje vota. Dhe shohim një listë mjaft interesante. Rangimi Enver Dugolli për shembull ka qenë mjaft aktiv. Ky rangim në lëvizjen vetëvendosje reflekton dy tendenca. Do të reflekton dy prirje politike të elektoratit të këtij subjekti politik. E para një që meritat për veri i takojnë vetëm Albin Kurtit dhe askujt tjetër dhe që dyllëzim e temi që këtë poshtë është me 2700. Logjikisht ky do duhet gëzonte një rangim shumë më të lartë, do të gëzonte një vend nuk po tham në 10-shin e parë, por paktën në 20-shin e parë ky do duhet të ishte për shkak se ka qenë kryet heroi i lëvizjes vetëvendosje në mbrojtje të sovranitetit në pjesën veriore. Sakt. Zgjedhje me gjas kjo përbërje e kuvendit zgjedhjet kjo përbërje e kuvendit nuk do t'i duar troket. Zgjedhjet e reja. Jo. Do të kemi procedurën tash shpërtatutje. Madje edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës e transmeton një mesazh të rthorazi që është i gatshëm për kompromis politik për temën e presidentit të vendit, nëse mund gjendet një figurë konsensuale sa i përket pozitës së presidentit, atëherë kjo parti politike do të jetë në gjendje që ta rishqyrtojë pozicionin e saj, madje edhe për të qëndruar në sallë dhe për të marrë pjesë në votim, nëse plotësohen kërkesat e saj për kompromis politik. Në të njëjtën kohë, Albin Kurti pashtu i transmetoi dy mesazhe në opinionin publik, e para diskutimi me presidentën Osmani, por pa përjashtuar edhe diskutimin me opozitën për temën e presidentit. Por tashmë dje presidenti Osmani ka hyrë në lojë, ka bërë të qarta apetitet e saj për të vazhduar edhe një mandat dhe e tëra kjo do të mbaret tash sa do të jetë në gjendje presidentja Osmani që ta përdor ose që ta shfrytëzoj listën guxo, po them për ta shantazhuar kështu figurativisht, për ta shantazhuar Albin Kurtin që ose Vjosa Osmani ose të njëjtit nuk do të votojnë ndonjë emër për president të Kosovës. Pra do ta shtojnë disa ekuacione këtu që do ta përcaktojnë se si çfarë kohë do të marrë procesi politik. Kemi një Albin Kurti i cili është i gatshëm të diskutoj me Vjosa Osmanin dhe me opozitën për temën e presidentit. Kemi Vjosa Osmanin e cila e ka bërë të qartë apetitin edhe për një mandat, sepse sipas saj 80% e qytetarëve të Kosovës kanë dëshirë që e njëjta ta ketë edhe një mandat të ri, dhe kemi Partinë Demokratike të Kosovës që nuk e përjashton paraprakisht nuk e përjashton mundësinë e kërkimit të një kandidati konsensual dhe të një kompromisi politik për temën e presidentit. Por a do të jetë Vjosa Osmani presidenti apo jo, kjo tash do të mbarës e njëjta, sa do të jetë në gjendje që ta nxisë apo ta përdor apo të themi si duam të themi që ta shfrytëzoj numrin e deputetëve të listës së guzon në favor të apetiteve të saj politike, që të njëjtit a do të jenë në gjendje
ti imponohen në Albin Kurti që ose Vjosa Osmani ti vazhdohet mandati ose ata nuk do të marrin në konsiderat emra të tjerë. Po shani rrethana që vendet shkojnë zgjedhje. Absolutisht jo, do të na i po këto deklarata japin indicje që ka vullnet politik për të tejkaluar kjo sfidë. Unë prapë tham edhe nëse subjektet opozitare duhet të dëshirojnë, edhe nëse subjektet opozitare do thotë e kanë këtë plan që të mos bëhen pjesë e asnjë opsioni politike, asnjë shanse për temën e presidentit dhe për ta mbajtur të bllokuar për ta çuar vendin në zgjedhje, duhet paraprakisht ta mendojnë mirë strategjinë se si do t'i qasin kualifikimeve televizjes dhe vendosjes se të njëjtit po e mbajnë vendin në bllokuar, sepse zgjedhjet e 28 dhjetorit treguan që pikërisht njëra prej arsyeve kryesore, mbesori, arsyeja kryesore pse kemi pas këtë bum të madh elektoral ka qenë pikërisht kjo temë, që kualifikimi i opozitës. Albin Kurti sa i përket vetëm qeverisjes, sa i përket pse ramje në shkurt me 9 shkurt. Dhe kur ishte tema vetëm e qeverisjes, por kur hyri variabla në lojë, variabla se si subjektet opozitare kanë për qëllim dhe për motiv ta mbajnë të bllokuar vendin, vetëm Gazilia pse ka fituar Albin Kurti vota dhe me këtë i kundërvjen vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës, kjo ishte arsyeja kryesore e bumit të madh elektoral. Dhe Albin Kurti bumet e mëdha elektorale zakonisht i ka kur arrin që me këtë temë të madhe ta mobilizojë elektoratin. Njëta ka ndodhur në vitin 2021, sipas cilit forcat klubi i vjetër politik po bëhet bashkë për ta rrëzuar atë në mënyrë që t'i hapet rruga ndarjes së Kosovës dhe tash është e njëjta reprizë politike që forcat e vjetra politike së bashku me listën serbe po bëhen bashkë vetëm për ta mbajtur të bllokuar shtetin e Kosovës. Në kutitë e votimit të paçi fitoi kjo. Vetëm ky është arsyeja me se nuk ka fituar për qeverisje më të mirë. Jo, sepse ai ishte në trend të rëmjes dhe po të vazhdonte ajo situatë, vetëm edhe një vit do t'i duhej qeverisë të Albin Kurtit, do ta kishim në 40%. Albin Kurti fiton politikisht vetëm këtë temë vetëm kësi tema të mëdha politike. Jo, në politikë në garë bëjnë politikë dhe kush fiton rrëfimin dhe meriton natyrisht s'ka alternativë. Kështu që gabimi i opozitës ka qenë që nuk ka qenë në gjendje, do thotë, nuk ka qenë në gjendje që të bëhet më bindse dhe të ndikojë më shumë në opinionin publik pikërisht për ta luftuar këtë test të lëvizjes vetvendosje. Pavarësisht që në fund do thotë ne pam edhe lidhjen demokratike të Kosovës që përmendëm dje, e votojnë në atë Rashiqin duke mirë po ato më nuk u treguan produktive. Kush është betejë kryesore e qeverisë Kurtit sipas jush? Ka disa paralemrime për betejë, për përballje, për vendosje të rendit ligjit në një rrafsh tjetër me formim të një prokurorie speciale për luftimin e krimit e korrupsionit. Është e njëjta në kuadër të aktuale, po duket që ai do të ketë betejë dhe luftë me sistemin e drejtësisë. Po i ka mbetur ai mision i papërfunduar. Dëgjoj, nuk pres ndonjë kthesë radikale, apo ndonjë kthesë të jashtëzakonshme sa i përket qeverisjes së Kosovës. Kështu do të vazhdoj. Vazhdoj kjo atmosferë. Kryesisht do të më shumë e shoh Albin Kurtin vetëm duke tentuar për ta mbajtur gjallë elektoratin e tij me këto tema të mëdha, me këto se si ai është i vetmi do thotë që po lufton në mënyrë titanike për të çmontuar mbetjet e regjimit të vjetër, por që është peng edhe i asaj që quhet si deep state e tjera i forcave të errta që e mbajnë të kontrolluar sistemin, pavarësisht që e ka fituar mbështetjen elektorale, ai do të arsituohet, nuk po arrin që t'i mund nga brenda nuk trashëgiminë e keqe politike që ja kanë vrarë kryesisht mbi këto tema, për ta kompensuar për ju është i parashikuar. Dëgjoj, për ta kompensuar mungesën e efikasitetit qeverisës real, ai do ta mbajë diskutimin publik kryesisht në këto tema. Mbaret sa subjekte të tjera parlamentare do ta kuptojnë qartë, sepse nuk ka diçka të jashtëzakonshme këto. Është e njëjta frymë, e njëjta çështje e cila është e njëjta mendësi që e kemi parë gjatë 4 viteve të kaluara, do të na shoqërojë edhe gjatë 4 viteve të ardhshme, me drama, me skena, me përpjekje, me glorifikim të imazheve heroike e tjera. Kjo do të jetë kryesisht që do ta dominojë diskursin publik. Mirë, po kjo i krijon një supremaci të jashtëzakonshme liderisë të Albin Kurtit, për shkak se subjekte tjera politike çalojnë në këtë drejtim nga se nuk po arrin ta krijojnë një
figurë dhe një lider me një profil të qartë politik. Dhe betejë këtu është politike, nuk ka diçka tjetër dhe kjo sjellje e Albin Kurtit është shumë konform prirjeve psikosociale të shoqërisë tonë. Mos harrojmë gjitha ulëmtimet e opinionit publik që janë vazhdimisht jo referuara në analiza politike, sepse ato reflektojnë substratin e një shoqërie. Vitin e kaluar bie fjala, vitin e kaluar sepse këtë vit s'kam pasur ende mundësi të lexoj studimet mbi rinin të organizatave ndërkombëtare. Ka dalë në sipërfaqe një paradoks që ende sot rinia në shoqërinë tonë mas të madhe preferon më tepër liderin sesa programet politike apo diçka tjetër. Dhe diçka është më befasuese, ndallim nga mënyra tradicionale të menduarit e të vepruarit sot, rinia voton gjithnjë më pak e kurzuar nga familja, mirë po që e preferon liderin. Kjo është një lloj paradoksi, një ndryshim që ka ndodhur në substratin tonë social që i krijon kogja një terren të favorshëm liderit televizjes vetvendosje për të përfituar nga ky disponim psikologjik që dominon në shoqëri dhe çka është më paradoksale edhe këtë në fund dua ta përmbylli, nëse e sheh tash i Bedri Hamza është tjetër, por deri dje ishte Memli Krasniqi, mosha biologjike e liderëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë shumë afër moshës biologjike të kësaj strukture që e preferojnë një lider që është më larg moshës së tyre biologjike. Edhe pse janë më të rinë moshë, nuk kanë arritur që të jenë më atraktiv për këtë kontingjent të votave që po tregohet depërtojnë me sentiment, me ndjeshmëri, me emocion që po tregohet vendimtar në mbështetjen elektorale në raport me Albin Kurtin. Ka solli të falenderoj për kohën. Ju si kundër dhe gjithë publikut tonë, ju dëshirojmë një vit tjetër të mbar, që të jetë i shëndetshëm fillimisht dhe që kushdo e secila të ketë çdo sukses që e ideone e parashikon. Urime, gëzuar. Faleminderit Kasi edhe juve, gëzuar gjithë teleshikuesve të Arbërisë vitin e ri. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.